kam qenë kurioze dhe kam lexuar shumë, sidomos për fet, kam qenë shumë kurioze. Kam lexuar edhe libra të besimeve të tjera, kam lexuar edhe librin e Kuranit. Kjo ka qenë edhe kontakti i parë ime me fenë islame. Nuk e kam marrë nga askush, nuk e kam trashëguar nga familja, siç po predikohet gjithandej për shqiptarët, sikur e kemi me dhunë islamin. Të rinjt sot në përgjithësi, me sa kam parë, e kanë marrë islamin duke lexuar, duke hulumtu. Kemi mjaft informacione, shqyr Zotit, edhe mundesh me lexu në çdo kohë, me hulumtu rreth feve. Kështu ka nisë edhe për mua, edhe ka qenë më e sigurt për ta përçuar ndoshta edhe tek tjerë një mesazh ashtu siç unë e kam kuptuar. Fillove dhe lexove, a u përfshive në ndonjë xhami ose ligjërime ose dëgjime, apo kryesisht bazoheshe në leximet e tua? Në fakt, duke qenë se në atë periudhë kam jetuar në Tropoj, xhamiat nuk ishin vende shumë të sigurta për të frekuentuar fatkeqësisht, dhe vetëm me leximet namazin e praktikoja në shtëpi. Me ardhjen time në Tiranë, zhvendosjen në Tiranë dhe fillimin e studimeve të larta, ka qenë më e lirë për mua dhe më lehtësisht të frekuentueshme xhamia në qytetin e Tiranës, dhe aty thjesht gjatë ditëve të premte që mbahet ligjërata, por që me lexim ka qenë kryesisht mënyra se si unë e kam marrë fenë, kryesisht Kuranin. Çka i ka bë xhamit, se realisht nuk po e di, ndoshta ka qenë ndonjë informacion edhe publik që xhamit kanë qenë vende jo të sigurta në Tropoj? Jo vetëm në Tropoj, po për njerëzit në Tropoj. Për njerëzit, ka qenë jo të sigurta, sepse jemi pak vend me mendësi të mbyllur, fanatik të thoja, nëse mund të quaj tillë, dhe kjo përzierja meshkuj femra në një vend shihej si problematike, pavarësisht se ata nuk besonin që mund të ketë ndarje në xhami, vendi i përcaktuar për meshkuj dhe i përcaktuar për femrat, por mendonin që mund të kishte përzierje dhe nuk kishte që sigurt për shku vajzat dhe gratë. E qartë. Po mandej vazhdimi në Tiranë, ishte diçka e re, si ndiheshe për shkak se ato fillimet janë shumë, është një dashuri e madhe për besimin. E fillon me vrull, dhe mundohesh të mos lesh asnjë gjë mangut, por që si të rinj atëherë edhe pjesa e shoqërimit me njerëz që kishin ndoshta vite më shumë në Islam, ishin më të adeptuar ndaj këtyre informacioneve në lidhje me fenë, ka qenë një periudhë e këndshme, sepse ishe mirë pritur, domethënë rriteshe në një rreth ndryshe nga siç ishim mësuar në Tropoj, që nuk kishim shumë akses me njerëzit që e praktikonin, siç thash nuk ka dhe shumë fakt. Dhe kjo frekuentimi i xhamiave ka qenë shumë e mirë për ne, aty mblidheshim, diskutonim edhe çështje tjera me shoqet, edhe kështu edhe jemi rritë në fakt në informacionin që kemi pas për fenë. Po më intereson si Dorela me ditë, si e ke po, ose si e ke perceptu një vajzë ose grua me mbulesë para se ti vetë të mbuloheshe? Është interesante, sepse me vërtet edhe unë mendoja pse mbulohen. Më dukej shumë e çuditshme. Pavarësisht se atëherë nuk ka qenë ky informacioni që është sot, dhe mendoj edhe këtë po sikur të isha në këtë periudhë kohe, dhe me gjithë këto informacione, gjithë këto diskutimet në opinionin publik që po bëhen rreth këtyre çështjeve, besoj që do më kishte intrigu jo vetëm ti dëgjoja këto diskutime, po edhe të thellohesha pak më shumë rreth kësaj teme, dhe besoj që do e kisha bë po të njëjtën zgjidhje. Dhe kështu që mendoj që çdo gjë zgjidhet me lexim, me hulumtim rreth një çështje e caktuar. Le mos të merret shablon një informacion nga njerëz të caktuar që ne i shohim në media online ose televizive. Po, a është e vështirë me gjetë një vend pune në Shqipëri, në Tiranë konkretisht, për një vajzë me mbulesë?